Prej orës 10:30 të mëngjesit, Këshilli i Imunitetit në Kuvend shqyrtoi kërkesën e SPAK për arrestimin e deputetes Belinda Balluku, zëvendës kryeministre dhe ministre infrastrukturës. Mbledhja u mbajt me dyert të mbyllura në prani të drejtuesit të ri të SPAK, Klodian Braho, dhe dy prokurorëve që po hetojnë numri 2 të qeverisë për shkelje të barazisë në 11 tender, Dritan Prençi dhe Dorina Bejko. Pas 5 orëve mbledhje, palët dolën me vendimin që mbledhja të shtyhet, por pa afat. Kërkesa për shtyrje të mbledhjes u bazuan nevojën për të njohur me provat që SPAK i ka sjellë Kuvendit se përse kërkon arrestimin e Ballukut, materiale të cilat janë brenda një USB-je, ku ndodhen 10.000 faqe prova dhe që ende nuk janë lexuar nga askush. Deputetët e të dyja palëve kërkuan të njihen me materialin që ka USB-ja, sikundër dhe avokati Belinda Ballukut Ardian Kalia, i pranishëm në mbledhje krah prokurorëve. A i tha se duhet të njihet me çdo material në mënyrë që të bëjë mbrojtjen efektive dhe për këtë kërkon 3 javë kohë, por SPAK thot se 5 ditë janë të mjaftueshme për të njohur me dosjen. Opozita kërkoi ta marrë USB-n me vete dhe ta shqyrtojë, ndërsa socialistët kërkuan që këto materiale të mos dilin nga mbledhja, por të shikoheshin aty. Partia Demokratike propozoi të rimblidhen të hënën, ndërsa Partia Socialiste më 19 janar. Partia Socialiste i ka kërkuar Këshillit që të marrë kohë për të shprehur në lidhje me kërkesën e SPAK-ut për të arrestuar Ballukun. Ata kanë deklaruar se do të presin vendimin e gjykatës kushtetuese më parë, e mëtej do të flasin për kërkesën e heqjes së imunitetit të deputetes. Ndërkaq, kjo ishte edhe dita e parë e kryeprokurorit të ri të SPAK-ut. 19 dhjetori Klodian Braho, si kryeprokuror, ishte pa bujë e ceremoni, por me peshën e një mandati 3 vjeçar, që siç kuptohet e gjeti me mëngë të përveshura. Puna e tij e parë me politikën, ndërsa mesazhi që kryeprokurori Braho ka dhënë në KLP është zgjidhja më e lehtë gjendet tek zbatimi i ligjit dhe kjo nënkupton ditë të vështira për shkelësit që janë nën kompetencë të SPAK. Si një prokuror që ka drejtuar departamentin për hetimin e korrupsionit, kryeprokurori i ri i SPAK njihet për rekordet hetimore ndaj funksionarëve të lartë.